ka shoqëruar nëna e vet po e pret tutë kryeministria është vajzë. Ju lutem për arsye konfidencialiteti nëna e vet nuk do t'ja themi emrin. Nëse gjeni një fëmijë ka nëna e vet nuk do t'ja themi emrin. Por në qoftë se ka shoqëruar nëna e vet po e pret. Çaka veç. Ju lutem uluni që t'kemi unë ka është i fëmijë i vogël 6 vjeç, vajzë në veshur me rozë, nëse shihni një fëmijë të pashoqëruar, ju lutem sigurisht se mami vet është këtu. Dhe megafoni është i vajzë i vogël në qoftë se gjeni një fëmijë të pashoqëruar.
Pasuritë natyrore Zoti na ka dhënë për të gjithë, në të mirën e të gjithëve, jo për shfrytëzimin dhe për pasurimin e dikujt. Pasuritë janë dhuratë e Zotit për të gjithë ne të dashur politikanë. Nuk janë vetëm për lumturinë dhe gëzimin e familjeve të juaja. Dëshiroj të falenderoj nga zemra. Si pralla e Kecit dhe me ditë, na erdi ujku me kemën e lyer me miell dhe na hyri brenda dhe sot e shikoni se në çfarë gjendje ndodhet Shqipëria. Populli është si dragoj, duket sikur fle, po në momentin që e duket sikur fle, ai është i rrezikshëm se kur për të gjithë diktatorët. Ta që kanë mbyllur dritaret këtu, i kanë mbyllur dhe veshët. Dua t'i them e Tiranën, ka dy rrugë për të larguar. O të largohesh nga marrëveshja me popullin që ka dalë në këtë shesh të madh, ose do largohesh me dhunë nga turmat. Rrugë të dytë s'ka. Largohu dhe pastaj vendi ka nevojë për një kontratë të re sociale, ku shteti të vjet në ekuilibër, ku të ketë president të dalë nga populli jashtë partive politike, ku të ketë këshill presidencial që të ekuilibrojë presidentin, ku kryeministri, kushdo parti që fitoj edhe 10 mandate, mos ketë mundësi të jetë më shumë se 2 kryeministër. Ky vend duhet dhënë në shina dhe mbi të gjithë të jetë diktatura e popullit. Dëgjoni këtu. Sot këtu vendoset fati arshëm i 15 vjetëve të paktën të atyre që do të drejtojnë Shqipërinë. Duhet jemi të kujdesshëm sepse këtu sot kanë thyer vesh të gjithë ata që janë të interesuar për Shqipërinë. Si miqtë, si dhe armiqtë. Ne gardhin duhet ta mbajmë me të dy bashkë, dhe me miqtë dhe me armiqtë. Dhe gardh nuk do të jetë vetëm midis nesh. Edi Rama Doriqu të ndryshojë kodin zgjedhor. Votat të numërohen nga njerëzit që do dalin nga ky shesh. Të krijoni një lëvizje politike. Ja u rekomandoj mos rini amorf një parti politike që mund ta quani partia e bulevardit, sepse ka dalë nga bulevardi. Ngrini një strukturë themelore drejtuese me djemë dhe me vajzat më të mira. Ne jemi shumë pak dhe njohim njëri tjetrin. Ja njohim se cilit meritat dhe dobësit dhe të metat. Mos lejoni që këtu në krye të dalin ata që punojnë për të tjerët, ata që nuk e duan Shqipërinë. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje e tramtarëve, mos e ndryshoni parolën, mos e flutni parolën, vdekje e tramtarëve. Tu, vendosim ne, unë sot në protest kam ardhur për ata 3.000 që humbën jetën falë të qeverie që patronazhistave ju merë votën dhe ata në busin në shkelin me rota. 3.000 vdiqën si shkak i këtij shteti pushtetar që këmbim të votës këmbën dhe vdekjen.